Në Rusino të Gostivarit u bë prezantimi dhe vënia në përdorim e pajisjeve të reja speciale për deponin në Rusino. Kjo në kuadër të projektit rajonal për menaxhimin e mbeturinave të ngurta. Bëhet fjalë për një investim në vlerë prej 1.100.000 euro i financuar përmes një kredie nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Në ceremoninë e promovimit morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ambasadori i Zvicrës, përfaqësues të Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si dhe përfaqësues të pushtetit lokal. Ambasadori i Zvicrës, Kristof Somer, e vlerësoi këtë si një hap të rëndësishëm për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave në rajonin e Pollogut, por theksoi se nevojiten hapa konkret dhe të shpejtë institucional, siç është përgatitja e dokumentacionit teknik, shpallje tenderëve dhe forcimi i kapaciteteve, në mënyrë që investimi të zbatohet plotësisht dhe të japë rezultatet e pritura. Switzerland has been supporting improvements in waste management services in the Zvicra ka mbështetur përmirësimet në shërbimet e menaxhimit të mbeturinave në rajonin e Pollogut që nga viti 2018 me 1.9 milion franga zvicerane. Duke u bazuar në arritjet e para, Zvicra po bashkëfinancon Berghin dhe Fundin e Investimeve të Ballkanit Perëndimor me 9 milion franga zvicerane shtesë, duke mbështetur kështu komponentin institucional dhe punimet e rehabilitimit të deponisë Rusino. Pajisjet e dorëzuara sot janë thelbësore për shërbimin publik rajonal për të operuar deponin në mënyrë efektive dhe për të ofruar shërbime me cilësi më të mirë për qytetarët. Tani duhet të bëhet përgatitje e dokumenteve dhe të shpallen tenderët, sepse mbështetja ndërkombëtare është më e vlefshme kur të gjitha palët plotësojnë në kohë detyrat e veta, tha ambasadori. Ndërkaq drejtori i ndërmarrjes publike Rusino Pollok, Sazan Horvati, tha se me këtë mekanizëm ndërmarrja përmirëson shërbimet ndërsa planifikohet edhe zgjerimi i kapaciteteve. Ditën e sotme e konsiderojmë të jashtëzakonisht të rëndësishëm për institucionin ton dhe për gjithë rajonin në përgjithësi. Me mekanizimin e ri, ne fitojmë kapacitet operacional që përmirëson thelbësisht punën e deponisë. Si ndërmarrje, jemi plotësisht të përgatitur ta mbështesim fazën vijuese, rehabilitimin dhe zgjerimin e deponisë, me çka do të sigurojmë stabilitet afatgjatë të sistemit për menaxhimin e mbetjeve në rajonin e Pollogut. Kryetari i Komunës së Gostivarit Valbon Limani vlerësoi se projekti sjell përfitime të drejta për qytetarët, më shumë efikasitet, më pak ndotje dhe menaxhim më të përgjegjshëm me mbetjet. Për vite me radh, deponia Rusino ka qenë një sfidë për shkak të fluksit të lartë të mbetjeve dhe kapaciteteve të kufizuara teknike. Me këtë pajisje të re, si dhe me investimet permanente që kemi bërë, rrisim efikasitetin operacional, përmirësojmë kontrollin mjedisor dhe ulim rrezikun e ndotjes së tokës, ujit dhe ajrit. Ministri i Mjedisit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se ky investim përfaqëson hapin e parë të reformës së madhe në infrastrukturë në këtë sektor. Sipas tij, paralelisht po përgatitet rehabilitimi dhe zgjerimi i deponisë, ndërsa viti 2026 do të shënojë konkretisht fillimin e tranzicionit të gjelbër dhe fundin e zgjidhjeve të përkohshme në rajon. Me një kredit ofruar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, me mbështetje nga qeveria zvicrane dhe ajo suedeze përmes SIDës, kemi filluar reformën më të madhe të infrastrukturës në sektorin e mbeturinave. Dhe një nga hapat e parë është pikrisht mekanizmi i ri në vlerë prej mbi 1 milion euro, i cili forcon kapacitetin e deponisë këtu, pra kapacitetin operativ të Rusinos. Paralelisht të nderuar, është duke u përgatitur edhe dokumentacioni i projektit dhe tenderimi për rehabilitimin dhe zgjerimin e deponisë Rusinos. Kryetari i Tetovës Bilal Kasami vlerësoi se investimi në deponin rajonale Rusino dhe ndërtimi i stacionit transferues në Tetov shënojnë një moment të rëndësishëm për rajonin e Pollogut, duke vendosur një standard të ri europian në menaxhimin e mbeturinave. Nga një problemi të trashëguar në vite, po kalojmë në një model europian të menaxhimit të integruar, me standarde të qarta, me teknologji bashkëkohore dhe me përgjegjësi të përbashkët institucionale. Pajisjet që promovohen sot do të arrisin ndjeshëm kapacitetin operativ të deponisë rusine dhe do të mundsojnë zbatimin praktik ekologjik që i takon një shoqërie që synon të jetë sipas standardeve europiane. Ky investim mbi 1.100.000 euro sjell për banorët e Pollogut mjedis më të pastër, më pak ndotje dhe një menaxhim më të përgjegjshëm me mbeturinat.